janë ultra tolerant, por na thonë që hajde të bëjmë dhe këtë vaksinë e gripit. Mos është pak amatore kjo dhe në ç'pik kemi. Atëherë, përsa i përket vaksinimit, siç e tha përmendit e doktori, vaksina e gripit është më se normale të kryhet, sidomos për moshat vulnerabël, që janë sëmundjet kronike, pensionistët, që gjithmonë preken nga virozat, edhe një virozat thjesht i çon në komplikacione të rënda. Patjetër që duhet imunizuar vit për vit përpara se të kapin virusin. Neve patjetër kemi thënë që bërja vaksinës nuk të ndalon të infektohesh nga gripi, por thjesht duke qenë imunizuar e kalon më lehtë edhe me simptoma më të thjeshta. Për sa i përket pjesës së vaksinimit për Covidin, njësoj si në gjithë vendet e botës edhe ISHP-ja, Instituti i Shëndetit Publik, ka ndjekur politikën siç u ndoi që nga OBSH-ja nga gjithë vendet e botës, dhe kjo është një politikë ndërkombëtare që nuk mund ta ndryshojë domethënë një shtet i vogël si Shqipëria. Po flitet për pjesën e efekteve anësore të vaksinave, që është diku është vërtetuar në Amerikë për sa i përket infeksioneve të zemrës, si është miokarditi dhe perikarditi, por thuhet gjithmonë që janë raste të izoluara, raste të vogla dhe pa rrezikshmëri jete në disa persona, sidomos në mosa 16 deri në 26 vjeç, që mbasi është kryer vaksina, janë kthyer në këto sëmundje. Po, për sa i përket pjesës të politikës me zemër është pak e frikshme, nuk mund të themi që nuk është shqetësuese. Dhe tani në studimet e fundit FDA-ja ka marrë një vendim që këto vaksina nuk janë hequr nga tregu, vazhdojnë të jenë Pfizeri, por duke etiketuar që mund të japi efekte anësore në zemër si infeksioni miokarditi dhe perikarditi, që duhet të jenë të shfaqura në etiketë që dhe njerëzit të vendosin përpara se ta marrin. Okej, kjo sigurisht sepse edhe në koagulimin e gjakut normal, sigurisht, për sa i përket se me ato vdiqën shumë njerëz në koagulimin e gjakut. Normalisht që po, por nuk është më ai njëjti detyrim që ishte. FDA-ja ka hequr detyrim për fëmijët deri në 5 vjeç, nuk bëhet më me detyrim vaksinimi. Thjesht është me detyrim për moshat e mëdha mi moshën 65 vjeçare. Edhe në Shqipëri, deri tani. Ndërkohë gjithë popullata botërore ka këtë vaksinë. Ne patim një pjesë të fatit, si gjithmonë, si popull si popull shumë vital që jemi, edhe me tendencë korruptive të gjitha sektorëve. Prodhuam me certifikata false, dhe një pjesë e madhe e njerëzve nuk u vaksinuan, ishte një biznes në vete ky, por që në se 20.000 lekë botën. Ishte një, jo, ka vajtë 200 euro, edhe 500. Por e kishe me urgjencë për të thuar jashtë. Për të thuar jashtë, edhe u përdor masivisht për hir të vërtetës, por që e megjithatë çfarë do të themi atyre që e kanë bërë vërtet vaksinën. Duhet jemi parasysh një element thelbësor. Është drejta fondamentale e çdo individi të mos pranojë të marrë mjekimin. Pra nuk dua të vaksinë. Jo, se kishe këtë luks në pandemi. Po prandaj po them, pra ishte imponim jo korrekt. Nuk dua ta bëj, po themi. Po çdo instancë zyrtare atëre, dhe flas si gazetar. Ti ishe i detyruar ta bëj që të shkojë në punë se do të ishin nga puna. Që tu thoje ishe mas detyruar. Çdo instancë zyrtare na detyroi që edhe ta promovonim këtë gjë. Duhet kemi parasysh vetëm një gjë, se duhet, domethënë nuk duhet të keq informohet publiku në asnjë rast. Jam gjithmonë, s'mund të jem si mjek kundër vaksinës. Problemi është te siguria, te cilësia, te koha e prodhimit, te kushtet e ruajtjes dhe te shpërndarjes të zinxhirit, ai që quhet zinxhiri ftos, sepse është element shumë i rëndësishëm, është produkt imunobiologjik dhe mund të kthehet në kuptimin e fjalës në armë kimike të rrezikshme, nëse të çdo protokoll nuk është skrupuloz për të zbatuar 100% të gjitha protokollet tek pjesa vaksinimit. Por gjithmonë duhet jemi parasysh, sidomos për grup moshat që cituam, vaksina e stines është e këshillueshme dhe efekte imunitare pozitive dhe është e vërtetuar shkencërisht dhe botërisht, sepse nuk është e reja, është e ka bërë ciklin e vet të prodhimit. Por duhet kemi parasysh edhe një gjë, gjithmonë imuniteti natyral është shumë herë më i fortë se çdo lloj vaksine. Dhe ruajtja, pra, ne duhet të ruhemi me ato kushtet
tona. Hudhra, Të çaj, shëndetshme, mjalti. po, mënyra e ushqyrit, sjellja jonë, kushtet e higjienës, të gjitha janë elementë që ne kemi goxha shumë në dorë për të mbrojtur veten tonë dhe për të ndikuar te imuniteti jonë i përgjithshëm natyral. E kuptoj. Zoti Pashaj, cili është interesi i ISHP-s Institutit të Shëndetit Publik në këto momente dhe cili është prioriteti? Atëherë, interesi dhe prioriteti i Institutit të Shëndetit Publik është vaksinimi i të gjithë pjesës së kritike, siç e tham më parë, që janë smundjet kronike dhe moshat mbi 65 vjeçare. Deri tani është njoftuar që kanë ardhur 280.000 vaksina në krahasim me Po këto janë për Covidin apo për gripin? Jo, janë për gripin sezonal. Sepse dhe gripi që po qarkullon në Australi është